Në rastin e shënimit të ditës së turshme, nistet të mbjelli që të uroj komunitetin turk në vendin tonë për këtë festë të rëndësishme, duke falendëruar për kontributin dhe vlerat që i shton Ditën e Turqisë të gazesh me stelës Të nderuar deputetët e Vendit të Republikës së Kosovës, deputet qytetarë dhe baramendja, para se të vazhdojmë me rendin e ditës, e konsideroj të nevojshme që të ndalen në dy çështje që dolën nga seanca e kaluar. Së pari, siç e keni parë të gjithë, në seancën e kaluar kam dëbyrë ndaj fjalës së deputetit Gjeci, sepse ajo deklaratë ishte e rëndë, ishte përqarse dhe papranueshme. Dua të rifleksoj se krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës po mbahen padrejtisht në hak. Dhe uroj që vendimi i gjykatës do ta korrigjojë padrejtinë e madhe të prokurorisë specializuar. Si kryetare e Kuvendit, e dënoj pasme në dyshje të gjuhë dhe bëj të qartë se nuk do të lejoj që forcoria e Kuvendit të përdoret për sulme të tilla. Po, le të debatojmë me argumente, me ide, por asnjë me qëndrime që eksenojnë luftën tonë shërbimtare dhe ata që i dorëzojnë këtij vendi në kohën dhe në periudhat më të vështira për popullin tonë. Lufta e ushtrisë shërbimtare të Kosovës ishte luftë e drejtë për liri. Ishte e pastër dhe shenjtë. Çdo tentim për ta zbehur apo për ta njëllosur, atë është i papranueshëm nga kudo që bëhet dhe kudo që bëhet. Së dyti, gjeu bë publike dhe gjua seksiste kundrejt kryetares së Kuvendit, Sonjës Flora Çikako, të nderuar deputetët e Kuvendit. Kuvendi i Kosovës nuk është dhe nuk do të bëhet kur arenë sulmeve gjinore. Gjua seksiste dhe poshtruese ndaj grave politik, por edhe ndaj çdo vajze dhe gruaje në shoqërinë tonë është e papranueshme, është turpshme. Asnjëherë nuk do të heq përballë kësaj gjue dhe nuk do të lejoj që ajo të normalizohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Deputetët në këtë sallë janë përfaqësuese të zgjedhura të qytetarëve. Kushdo që i nënshmon ato e nënshmon drejt për drejt edhe votën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kush ka argumente, le të paraqes ato. Kush ka mospajtime, le të shpreh hapur mospajtimen. Por pyetja, paragjykimi dhe nënshmimi nuk janë debat dhe ato nuk do të tolerohen asnjëherë. Si kryetari i Kuvendit kërkoj nga secili deputet ta ruajë nivelin që gëzon ky institucion dhe besimin që qytetarët e Republikës së Kosovës na kanë dhënë. U bëj thirrje të gjithëve që ta ruani dinjitetin e kësaj salle dhe të gjithë bashkë të dëshmojmë se jemi përfaqësues të drejtë të interesave të qytetarëve. Faleminderit. Për përjashtë. Sa shkojmë në Antona për gjithë?